Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për rishikimin e buxhetit nëpërmjet aktit normativ që u miratua nga qeveria. Janë miliona euro që shpërndahen dhe rishpërndahen nëpër disa ministri dhe institucione të tjera, pra dikastere të ndryshme, po kush përfiton më shumë dhe kush më pak dhe sa do shkojnë në xhepat e qytetarëve, do të flasim me zotin Igli Zepishta, njohës ekspert kontabilist mjaft i mirë i ekonomisë. Zoti Zepishta, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje. Igli, më lejo të drejtohem kështu, kush përfiton më shumë nga kjo lëvizje, kujt i hiqen dhe kujt i shkojnë milionat, por në fund fare a përfitojnë diçka në mënyrë të drejtë për drejtë qytetarët nga kjo rishpërndarje e buxhetit? Në fakt ky është rishikimi i tretë për 2025-ën që bën qeveria për buxhetin e 2025-s. Kjo po them me ardhur në vëmendje edhe për nga kushtet të cilët është e para është formimi i qeverisë së re një herë që ka filluar në shtator, ka pasur ndryshime strukturore në disa ministri, të cilët ka pasur ministri që janë zvogëluar, ministri që janë zmadhuar me dek të saj, për shembull ka lëvizur Ministria e Turizmit, kanë lëvizur sportet, janë disa ministri të cilët për këtë efekt ka pas nevojë qeveria të ndryshojë fondet duke ja zvogëluar një ministri, duke ja shtuar një ministri tjetër. Një faktor tjetër është edhe për efekt të realizimit të mirë të ardhurave, duke arritur pritshmëritë, plani që ka pas biles ka pasur edhe tejkalim të planit realizimit të ardhurave nga sektorët, nga tatimet dhe doganat. Ndërkohë kemi edhe sipas premtimeve të shpallura më herët në fillim vitit për shpërndarjen e bonusit të pensionistëve. Kanë qenë këto tre faktorë kryesor të cilët kanë sjellur në këtë akt normativ qeverisë për një rishikim buxhetit vitit 2025. Në fakt, po të shikojmë të futemi në shifra, ajo që bie më shumë në sy janë dy nga Ministria e Infrastrukturës në farë mënyrë ajo që ka qenë përfituesi më i madh i këtyre fondeve shtesë të buxhetit, e cila është në vlerën 6 miliard lekë ose afërsisht 60 milion euro po ta përkthejmë. Ndërkohë është edhe bonusi pensionistëve, ndryshim në vitet e kaluara, këtë radhë është një rritje, po themi, jo e vogël, duke marrur parasysh edhe bonusin që u shpërndan në fillim të pranverës. Ky është bonusi e cila shkon në vlerën diku ke 97 milion euro, 100 milion euro me kursin e sotëm. Do të thotë që përfitues direkt janë pensionistët, ndërkohë është edhe sektori bazë i ekonomisë që është infrastruktura ndërtimi në këtë rast, duke patur përparësi disa akte kyçe të lëvizjes, që është pjesa e Tiranës me Elbasanin që lidhet me korridorin 8, është pjesa e Rinasit, është kjo pjesa e re e rrugës që do të lidh Unazën e Madhe për ta kaluar me kjo pjesa e Vaqarrit që është një projekt. Këto janë emergjenca si duket, këto vërtet janë emergjenca që kanë nevojë për shpejtim të punimeve dhe përfundimin sa më të shpejt të këtyre projekteve, pasi ne e dim që kush ka lëvizur në Shqipëri këtë sezon, ka hasur vështirësi të mëdha në lëvizje në trafik, sidomos në zonat kryesore, Durrësi, Lezhë, Elbasani, pjesa që lidh Tiranën me Korçën, është një torturë më vete. Prandaj këto janë, besoj, përzgjedhur duhur sipas nevojave që ka ekonomia. Ndërkohë vlen të theksohet se në këto 6 miliard euro që janë të Ministrisë së Infrastrukturës, vetëm 60 milion euro, më falni, 24 milion euro janë për infrastrukturën rrugore, ndërsa 30 milion euro do të jenë për si ndihmë për alp kontrollin, duke pasur parasysh që alp kontrolli pa as vështirësi të mëdha për efekt
të gjyqit që ka humbur me beketin dhe bllokimet llogarive të bankare, ajo tani është në vështirësi, duhet patjetër që të lirohet sepse dihet që pjesa e trafikut ajror, kontrollit ajror të rinasit, ndoshta po të themi së shpejti edhe Vlora me atë problemet që ka ndalë së fundmi, ka nevojë